Parashikimi juaj për këtë javë do të jenë pozicionuar planetët për 12 zodiakët me Denisën, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Na thuaj pak për këtë javë si do të jetë. Patjetër, kjo javë është e ngjeshur, është e lodhshme, por është edhe java që do të kemi shumë të mundësi për të rritur, për të zhvilluar, pothuajse në çdo aspekt të jetës. Kemi dy ditë që janë të vështira, është e mërkura dhe intja, duke qenë se do të kemi disa kënde të vështira dhe është edhe Marsi te gradë fund të shenjës së peshqve, kjo shkakton dëme si në natyrë, po ashtu dhe kriza në marrëdhënie sociale. Ndërkohë që dita që është më pozitive, ajo është dita e shtunë, për fat mirë për kohën e fundjavës, prandaj edhe nëse planifikojmë që tani e kemi shumë më pozitive dhe kemi dhe moral. Detyrimisht që gjithë javës për të zgjidhur problemet që mund të dalin rrugës. Një ndër këshillat që mund të jap është, ose më thënë dy këshilla që do të jap, është një të kujdesemi shumë për shëndetin fizik dhe tjetra është që të mos jemi impulsiv. Për të mos patur pastaj. Po, sepse kjo është kushti më i gjithë javës. Nëse nuk kemi impulsiv, jemi të programuar, kemi mundësi që të dalim mban gjithë problemet që mund të dalin. Me radhë, për shembull me dashin? Patjetër, shenja e dashit, fokusimi kryesor janë pikërisht këto dy tema që sapo përmenda, shëndeti fizik dhe mbi të gjitha për shëndetin e dashit, duke qenë se kemi një trysni tek shëndeti mendor ose më themi ana shpirtërore, mund të bëhet pak problematike, tematikat ku duhet të jenë të vëmendshëm marrëdhëniet me familjarët e tyre dhe me partnerët e tyre, në qoftë se sektorin që të krijojnë një balancë të shëndetshme, që mos mbajnë anën e njëri apo të tjetrit, e kanë shumë të thjeshtë javën gjithë javës të jenë të suksesshëm, sepse kemi mundësi të shumta që janë jetën e tyre. Këto mundësi në përgjithësi janë për të kryer stabilitet, sidomos në lidhje me të ardhurat materiale, por përses shëndeti ka shumë rëndësi dhe të mos jemi impulsiv ka shumë rëndësi. Demi? Për shëndet demi duhet të jenë shumë të balancuar, balanca ose më themi duhet të jenë pak a shumë akrobat, sepse ajo çfarë po hyn në këtë moment në jetën e tyre, ajo çfarë ata duan të bëjnë, mund të jenë gjëra të ndryshme, prandaj duhet të kenë një balancë për të qenë më të shëndetshëm, pra në zgjedhjet që kanë. Gjithsesi jam me fat shumë të madh për sa i përket të ardhurave materiale dhe çështjeve sentimentale, duke qenë se Venusi, që është drejtuesi i tyre, të vërtetë është i vendosur në këtë moment tek shenja e tyre, pak më tepër drejt fundjavës, do të fillojë që të ketë dhe këndë pozitive me Jupiterin, pra në të gjitha pozitivitetet që po përmenda do të shtohet edhe më tepër dhe mbi të gjitha ka një mënyrë komunikimi vërtet shumë efektive që arrin që të gjejnë zgjidhje thjesht duke biseduar. Kalojmë te shenja e tretë, binjakët. Për shëndetin e binjakëve, pavarësisht çfarë probleme që mund të kemi gjatë kësaj jave, është një nga shenjat e rralla që mund t'i bëjmë mban shumë mirë, sepse ka shumë më të thjeshtë të kuptoj se ku qëndron problemi, e kam mësuar këto 3 muaj para kësaj, prandaj në këto momente thjesht do të zbatoj mësimet që kam marrë. Tematikat që janë më efikase ose më themi ku kam më tepër zhvillim gjatë gjithë javës është kariera, këtu do të kështoj që të fokusohem pak më tepër dhe duke qenë se çështje sentimentale, problemet që ekzistonin këtu tashmë i kemi bërë re nga hëna e plot që ishte javën e kaluar, këtë javë jemi shumë më të qartë në idetë tona dhe mund të ndërtojmë diçka të re, për më tepër që jemi shumë kreativ dhe kemi dhe mundësi që të ndërtojmë dhe burime të reja të ardhur materiale. Thjesht do të këshilloj që mos e sforcojmë shumë trupin ton, sepse gjithsesi energjia është pak e shpërndarë. Që nga për gjitha shëndeti, kalojmë te gaforja. Shenja e gaforës është një javë e lodhshme, por është javë vërtet shumë efikase. Do të perceptoj shumë mirë se ku qëndron problemi në çdo fushë, në çdo aspekt jetës së tyre, marrëdhëniet sentimentale, në lidhje të afatgjata, në partneritet e biznesit, në karrierë, pra në gjithçka, sidomos në lidhje me shëndetin, ku mund ta ketë pak më problematike se gjitha shenjat e tjera, sidomos në pjesën që ata e kanë më të ndjeshme te stomaku. Për këtë arsye do të këshilloj që të kujdesshëm atë çfarë konsumojnë. Tematika që ka më tepër fat është krijimi një figure autoriteti, le të them, ose që të kenë mirëparim në karrierën e tyre dhe në lidhje me çështje sentimentale në këtë moment janë në fazë shumë pozitive në këtë pikë, sidomos për të krijuar diçka të re. Luani? Shenja e Luanit, këshilla vetme që kam është mos bie pre egos së tyre në këto momente, sepse në qoftë se e përdorin situatat, kanë mundësi shumë të mëdha për të avancuar, kemi mundësi për të trajnuar gjatë kësaj jave, për të zgjeruar horizontin ton, dhe në qoftë se e bëjmë këtë ashtu siç duhet, kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, ndërkohë që nëse bien pre dramave që mund të ndodhin rreth rrotull në ambient, mund të shkaktojmë dëme në të gjitha ambientet tonë ose gjitha marrëdhëniet. Sidomos për të filluar lidhje të reja është një periudhë pozitive ose më pozitive akoma është për të shndruar lidhjen aktuale diçka në një shkallë më të lartë, për të martuar ose për të kryer familjen tonë etj. Këto janë tematika të cilat gjatë gjithë kësaj jave shumë funksionale dhe shumë pozitive. Kalojmë te Virgjëresha. Për shëndetin e Virgjëreshës është një javë e lodhshme, por është una, le të themi do t'ja shpërblej lodhjen e javës, sepse do të kuptojnë se sa punë të mirë kanë bërë. Është e lodhshme sepse çdo ditë do të zgjidhin shumë punë. Një lloj siç kishte shenja e gaforës që do të perceptonin
në çdo aspekt të tyre se çfarë funksionon, çfarë nuk funksionon, është ta blesh me pak a shumë edhe përshën e birgjëreshës, por ndryshe nga shpesh tek shenja e gafores, për ta e ka më të thjeshtë ta bëjnë këtë sepse marrin një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria. Prandaj këshillat prej tyre do të këshilloj që ti merrnim. Kemi një avancim shumë të madh edhe në lidhje me të ardhurat materiale sepse tashmë kemi kuptuar shumë mirë se cila është vlera jonë dhe veprojmë në bazë të saj. Kjo është një mësim që e morëm shumë mirë nga Hana e Plot që ishte javën e kaluar. Peshorja? Përshën e peshorës kemi krijimin e identitetit të ri, është pak e lodhshëm, por është e lodhshme thjesht sepse është vazhdimi i javës së kaluar, ndërkohë që tashmë jemi shumë më të qartë në ide. Këshilla ime do të ishte që përsa i përket marrëdhënieve sentimentale, lidhjeve afatgjatës brenda martesave dhe me marrëdhëniet familjare, do të këshilloj që të jemi shumë të qetë në mënyrë se si reagojmë. Nëse nuk kemi impulsiv në këto pika, kemi mundësi që të ndërtojmë diçka shumë më të shëndetshme, sepse siç e thash, po krijojmë një identitet të ri, i cili nëse është i shëndetshëm do të na duhet, do të na shërbejë në vazhdim. Pika ku ka më tepër fat gjatë gjithë kësaj jave është karriera. Këtu edhe pse mund të dalin përpara probleme, në qoftë se janë thjesht të qetë, jo vetëm që të zgjidhen ato, po fare kësaj do të bien në sy dhe detyrimisht do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Po akrepi? Përshën në akrepi, pika ku do të jenë të kujdesshëm, është shumë më tepër se të gjitha shenjat e tjera, është shëndeti, por kjo është me kusht personat të cilët e trajtojnë mirë trupin e tyre, pra janë të përgjegjshëm kundrejt trupit të tyre, nuk do të kenë problem, përkundrazi ka mundësi që të avancojnë vërtet shumë sepse mund të marrin një ndihmë. Edhe nga shoqëria që i rrethon, edhe nga ambienti, kolegët e tyre të tjerë, edhe detyrimisht kanë energjinë e mjaftueshme për ta bërë këtë. Ndërkohë që personat që nuk e trajtojnë mirë trupin e tyre, sidomos ata që kanë një farë vartësie, çfarë do lloj vartësie që është kjo, do ta kenë problematike këtë javë. Në të vërtetë është një fazë e cila ka fat shenja akrepit. Kemi fat për krime të reja, si lidhje sentimentale, po ashtu burime ose projekte, fillime projekteve të reja të cilat sillen të ardhur materiale të mira, por përsëris kushti është shëndeti dhe të largohemi vartësive. Po, kalojmë tek shigjetarët. Përshën e shigjetarët, këto 2 ditë, dita sotme dhe nesërme janë shumë pozitive. Për ta kemi një temë disi më të ndërlikuar, le të themi, duke qenë se duhet të pranojnë edhe anën e tyre e cila është pak më e dobët ose pak anën e tyre të cilët nuk duan që ta tregojnë shumë në skenë. Në qoftë se këto të dyja, pra, edhe anën që e prezantojnë, edhe anën e tyre pak më të dobët, e cilën e perceptojnë disi më problematike, e pranojnë, atëherë kemi aftësinë që ta përjetojmë gjithçka më të plotë dhe mbi të gjitha krijojmë një farë superfuqie, të cilën mund ta përdorim në avancimin në karrierë, mund ta përdorim për të krijuar lidhje shumë më të shëndetshme, për të rregulluar marrëdhëniet familjare nëse kanë qenë problematike. Dhe mbi të gjitha, kemi edhe një perceptim shumë më të gjerë të botës falë kësaj, të cilën do ta vëmë re gjatë gjithë javës në vazhdim në të ardhur materiale të mira. Të mira. Kalojmë tek britsjapët. Shenja e britsjapit, këshilla është mos jemi impulsiv, sidomos në marrëdhënie me familjarët e tyre, është gjatë gjithë javës në vazhdim, kjo është tematika më kryesore, duke qenë se kemi kalimin e Marsit, ose më thënë do të jetë në takim me Neptunin, që është në këtë moment të shenja e dashit. Kjo do të thënë që mund ta gënjejmë veten shumë dhe mund të bëjmë veprime të cilat janë të nxituar, detyrimisht mund të shkaktojnë dëm me këtyre lloj marrëdhënieve, por në qoftë se thjesht mendojmë mirë para se të veprojmë, është e kundërta, ka një farë sigurie dhe hedhin rrënjë të forta, falë të cilave mund të krijojnë gjithë jetën që ata dëshirojnë. Pra, është komplet në dorën e tyre, edhe për shenjën e britsjapëve do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, jemi të gjithë të prekur, por shenja e britsjapëve është pakës më ndjeshme tek pjesa mushkrive dhe në këtë moment e di që është pak më problematike, pra do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm. Kalojmë tek ujorët. Për shenjën e ujorit, 2 tema janë shumë të rëndësishme në këto momente, investimet e duhura dhe krijimi i lidhjeve afatgjata, të cilat janë vërtet të shëndetshme ose të përshtatshme për ta. Në këto pika kemi rritje vërtet shumë të madhe, ose kemi krijimin e këtyre 2 tematikave, të cilat bëhen pak a shumë bazamentin e tyre. Për fat të mirë, kemi edhe një vetbesim të lartë në këto momente. Do t'i këshilloj që ta përdorin sidomos deri në datën 9, se pas asaj mund të bëhet disi më vështirë, duke qenë se drejtuesi i tyre që është Urani do të kalojë tek grada e fundit e shenjës së Demit dhe atë përmendet tek parashikimi mujor që është problematik. Dhe mund të shkaktojë më tepër dëme tek marrëdhëniet e tyre familjare nëse nuk janë të vëmendshëm. Gjithsesi, nëse marrim masa jemi të qetë dhe nuk reagojmë në mënyrë impulsive, kemi të thjeshtë që t'ja anashkalojmë të gjitha problemet. Qartë. Kalojmë dhe te shenja e fundit, peshqit. Për shenjën e peshqve, temat ku duhet jemi të kujdesshëm, një të mos bëhemi dramatik, por në këto momente vërtet që kemi një fat vërtet shumë të madh, prandaj duam apo s'duam ne na vjen zgjidhje pak a shumë thet. Deri ditën e njëjtë, gjithsesi do të këshilloj që të mos veprojmë në mënyrë impulsive, të mos reagojmë, thjesht ta shikojmë mirë, ta vërtetojmë mirë situatën, pastaj të veprojmë.
por pas asaj do ta kemi shumë më të thjeshtë. Fokusi kryesor në këto momente është tek të ardhurat materiale, krijimi i stabiliteti ekonomik. Dhe do t'ju këshilloj që të vazhdoni dhe të punoni në këtë pikë sepse është pika ku ka më tepër fat. Duhet të jenë më të përgjegjshëm, duhet të zgjidhni mirë se çfarë bëjmë, por nëse bëjmë këtë, kemi fat vërtet shumë të madh, dhe pika tjetër që kanë fat shumë të madh është krijimi i lidhjeve sentimentale, diçka të re. Dhe në lidhje me fëmijët, pra të gjithë ata që kanë pasur probleme në lidhje me këtë tematika, që nuk kanë mundur që të bëjnë fëmijë ose nuk kanë ditur nëse ky është hapi i dur, ky është momenti i dur për të marrë një vendim të tillë. Qartë. Faleminderit Denisa. Ishte një përmbledhje astrologjike për 12 shenjat e zodiakëve. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Kalofshi mirë, jemi nesër me Reze Dielli. Mirupafshim.